Sa njerëz për shembull janë të kënaqshëm me atë që kanë, janë të lumtur. Edhe pse ndoshta nuk posedojnë shumë para. E sa të tjerë kanë shumë para, por nuk janë të lumtur. Nga se është vërtetuar përmes shumë studimeve dhe lumtimeve se paraja nuk e sjell lumturinë. Paraja mund të sjell gjëra të caktuara, por nuk e sjell lumturinë. Andaj ai i cili e sjell lumturinë e vërtet, e cila i mundson që në këtë botë të zgjerohet jeta, dhe në varr të zgjerohet varri, dhe në ahiret të zgjerohet xheneti. Ai i cili kërkon këtë lumturi, kanë thënë dietarët se duhet të ndërton këtë lumturinë në 3 gjëra kryesore. E para është ta braktisë këtë botë para se kjo botë ta braktisë atë. Çfarë nuk kupton kjo? Kjo nuk do të thotë se ne duhet të jetojmë të varfër. Kjo nuk do të thotë se duhet ta braktisim këtë botë në kuptim të mos angazhimit, mos punës. Larg asaj, nuk themi kështu. Por braktisë lakmin për këtë botë. Braktisë pangopsin për këtë botë. Braktisë urrëtitjen në emër të kësaj bote. Braktisë zilin në emër të kësaj bote. Sa njerëz kanë zilin ndaj dikujt, për çfarë arsye? Pse ja ka zili? Pse e urren? Vepse ai ka diç më tepër nga kjo botë se ky tjetri. Braktisi këto vese të këqija që ti ka sjell lakmia për këtë botë, para se ta braktisësh këtë botë, nga se të gjithë do ta braktisim këtë botë. Do të hudhemi në varr, sikur se kemi përmend, sikur ndërua. Andaj, çfarë do të marrësh me veten tënde? Çfarë do të marrësh nga lakmia dhe zilia dhe urrëtia? Çfarë do të marrësh? Asgjë. Prandaj, lumturia e njeriu është që ta braktisë këtë botë para se kjo botë ta braktisë atë. Nga se në qoftë se nuk e braktis dashurinë e madhe dhe pangopsin për pasurinë, për pushtetin, për autoritetin, për paran, për shtëpin, për makinën, për tëra ato që i kinë këtë botë, nëse nuk e braktis lakmin dhe lidhen që i ki me to, dhe lidhesh me Allahun xhallahu ala, kjo botë ka me të braktis ty. Andaj, so njerëz janë futur në varret e tyre, ndërsa zemrat e tyre kanë qenë të lidhura ngushtë me pasurinë që kanë lënë pas vete. Prandaj, lidhu me Allahun xhallahu ala. Braktisë lakmin për këtë botë. Braktisë tëra që të pengon në udhëtimin tënd tek Allahu xhallahu ala. Tash braktisë.